Burri thot parët e qiras së banesës që ma ka ble baba, dhurat e ka thonë kësaj motrës, thot që me i vendos në gjerologarit të vjehrit. A është e drejt kjo gjë? Dhurata edhe mehri, paja nusëris që jepet nga burri, nusës, edhe dhurata që ja japin prindrit e saj, apo vlezrit, edhe kush do të qoftë që ja japin e saj, parimisht ato janë të kësaj motret, kësaj gruaje. S'ka drejt burri me detyru, me i qitë ato parin gjerologarit të vjerit, dhe të babës burrit. Absolut. Prandaj nëse ndëgjon ky vlla këtë përgjigje timen, e këshilloj për hir të Allahut Azza wa Jall që mos t'i bëj zullum gruas. Mos t'ia merr hakin e gruas. Ajo është e drejtë e saj, nesër ki me bë vajza nëse e ke, edhe kur ta marton edhe ja blen një dhuratë 100.000 euro vajzës, edhe qohet ai kapadaia burri i saj dhe i thot parët kimi ja qit babës tem në gjërë llogari, kjo nuk është në rregull. Motër, unë nuk po të them që ti me shku me këtë përgjigje time edhe me pola me burrin, edhe me ardheri tek ma keqja. Ti analizoj sa ke mundësin me u përball me burrin tanë, por e drejta është e drejtë. Ai nuk ka drejt me t'i marrë ty këto pare. I ke dhurat këtë banes nga baba, familja jote, vëllezërit, absolut s'ka hisaj aty. Po, nga dëshira jote ti mund t'a bësh një gjë të tillë, si lloj bamirësie dhe sevap, ajo është tjetër. Jo vetëm vjerrit edhe burrit, po edhe njerëzve të varfërve në rrugë mundesh me u dhanë sadak, sevap. Por me të urnuaj edhe nëse ti thuj jo, edhe ai me marr vendime më qu ty me të bërtit ose me të shkurërzu, krejt ai ka të ndalume, nëse si pasojë që kjo çështje edhe me ardh deri tek ma keqja, të ndamja ose të lashet, pse ti spjaqet në gjërë llogaria të pare vjerrit tanë. Runën nga zullumi. Allah na përmirësoft.